Në studio, këtë mëngjes është trajneri i Taekwondo Ulqini, Fikret Dushku. Mirë mëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirë mëngjesi, përshëndetje për të gjithë. Mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën. Ju urojmë shumë suksese edhe njëherë për të gjitha këto gara që keni pasur dhe fitoret që keni sjell në Ulqen. Më tregoni si e vlerësoni fillimin e sezonit 2026, sidomos dhe debutimin e suksesshëm në Ligën Evropiane E3 në Zagreb. Pa vlerësimi Zymahani është me notë bajagi të lartë, sa i përket Ligës Evropiane, ku startuam me 2 sportistët tanë të cilët kemi punuar gjatë mujit januar. Në përgatitit i kemi zhvilluar në dy vende, në hotelin Splendid dhe në Podgoricë, ku ekipi ka qenë ndarë në kadet junior në hotelin Splendid, kurse seniorët në qytetin e Podgoricës. Duhet të falenderoj Federatën e Taekwondo Malit Dizi, i cili domethënë na ka mundsuar që sportistët, posaçërisht sportistët të cilët janë në përfaqësuesin e Malit Dizi, edhe disa sportistë tjerë të cilët janë potencial, ende nuk e kanë statusin e përfaqësuesit Malit Dizi, mirë po janë, si më thanë, një hap afër asaj. Ju ka mundsuar që këto përgatitjet dimërore, ti quaj kështu, përgatitjet fazën e parë të konkurruese të sezonit garus i kemi zhvilluar në 2 vende. Normal që ka qenë një ngarkesë shumë e lartë dhe kjo ligë ka ardhur shumë herë ta quaj kështu, ta them, punës domethënë nga që kalendari i Evropës dhe i botës me kalimin e kohës ka filluar që të ngjeshet aq tepër sa që nuk e di edhe se sa do të kemi mundësi që t'i përcjellim të gjitha, dhe kjo si më han vështirëson edhe ma tepër për shembull pjesëmarrjen e garuzëve, për shkak të asaj se në një farë mënyrë kanë me dominu ato klube, ato garuz, ato vende, ato shtete të cilët kanë me tepër mjete financiare. Çka në një farë mënyrë neve na duhet që të punojmë shumë në këtë drejtim, që të përgatitemi shumë, që të jemi shumë kualitativ në mënyrë që të jemi dominante edhe ne në skenën evropiane, pasi që skena evropiane është një nivel shumë i lartë, një nivel konkurrues shumë, një konkurrencë shumë e lartë, e madhe, domethënë nuk është shumë e lehtë që të merret medalje në ligat evropiane. Ne kemi startuar mirë, Amella ka pas 2 fitore dhe në fitoren e tretë thujse domethënë ato janë ato nuancët e vogla që kam thënë edhe më herët që në ligat evropiane një nuancë e vogël mund ta bëjë ndryshimin. Dhe jemi të kënaqur me rezultatin e arritur, domethënë një medalje e Ligës Evropiane nuk është diçka e vogël, thuajse është medalje evropiane. Patjetër. Çfarë domethënie ka për klubin dhe për sportistët medalja e fituar në një eveniment me 536 garues nga 28 shtete evropiane, sepse ju më treguat që jeni mjaft të kënaqur me këto gara që keni pasur, me këto fitore, por edhe ky numër nuk është i vogël që ju keni marrë pjesë me to së bashku. Numri, se përket numrit aty Liga Evropiane ka një standard, domethënë nuk mundën me marrë pjesë aty, domethënë gjatë një dite maksimumi është deri në 500 sportistë. Mirë po ta kanë bërë një tolerancë dhe kanë kaluar edhe me 30 e sa sportistë tjerë me siguri, domethënë nga kërkesat e shumta të Evropës, pasi që në një aktivitet një ditor, domethënë maksimumi i lajmërimit garuzëve është 500. Domethënë nëse aktiviteti zhvillohet 2 ditë, atëherë mund të arrijë deri në 1000. Kurse janë disa aktivitete, disa kushte standarde tjera në palestra shumë të mëdha ku rritet për shembull numri nëse ka kërkesë më të madhe, dhe me siguri që ka edhe kërkesa, edhe ka pas kërkesë më të madhe, mirë po për shkak të asaj që ka një standard kjo Federata e Evropës edhe posaçërisht Federata e botës, ku ti në një ditë domethënë nuk guxon të ketë më tepër se sa 500 sportistë. Për atë arsye domethënë ka qenë ky numër, por jam i sigurt se ka qenë numri edhe më i lartë. Ne këtë lajmërim për me tregu që vërtet domethënë është kërkesa shumë e lartë, ne këtë lajmërimin për Ligën e Zagrebit e kemi bërë qysh me datën 8 dhjetor. Domethënë qysh me datën 8 dhjetor e kemi pas bërë lajmërimin edhe kemi pas bërë pagesat për ta siguruar që këto garuz do të me marrë pjesë për shembull, nëse nuk bëhen pagesat, ato më sëndinën i fshin edhe i lajnë vetëm ato garuz të cilët kanë bërë pagesat. Dua të ndalem tek garuesja Amella Nuti, e cila u tregua e suksesshme. Ajo fitoi dhe arriti të marrë medaljen bronzi në E3. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje te paraqitja e saj në këtë garë?
Niveli i kësaj gare do më hanë të regon që ne jemi si më hanë në përgatitje edhe në përballje me këtë lloj niveli, kemi garus të cilët do më hanë jemi në atë nivel me standardet evropiane dhe me garus evropian për atë arsye që gjatë gjithë këtyre stërvitjeve që i kemi zhvilluar, kemi edhe ne medalist, për shembull, nuk ish fare leht që të kesh medalisti në Ligën e Evropës apo në Ligën e Botës ku marrin pjesë garusit më të mirë, aq më tepër që Amellën edhe Riyadin e kemi në fazën përgatitore për kampionatin botëror i cili do të mbahet në Uzbekistan nga data 12 april deri në datën 17 april dhe kjo medalje do të hanë veç se ka forcu një farë mënyre edhe statutin e Amellës në përfaqësuesen e Malit të Zi dhe një hap ta quaj shtop në pjesëmarrjen e kampionatit botëror. Për atë arsye ka pas shumë rëndësi paraqitja e Amellës edhe medalja Amellës. Në anën tjetër, këto janë kategori të reja si për Amellën, si për Riyadin dhe ato me një start nga që nuk ka një rang, nga që nuk ka një renditje të mirë në ranglistën e Evropës, me një në përmballje ka garusit më të mirë dhe më hanë të ranguar. Kështu që për shembull Riyadin ndeshjen e parë ka pas me njëherë me nën kampionin e botës, për atë arsye si më hanë edhe pse Riyadi ka pas një paraqitje të mirë, po prap një farë mënyre nuk mundesh aq lehtë edhe aq shpejt të argëzosh një nën kampion bote. Për atë arsye do më hanë kemi nevojë që të marrim pjesë sa më tepër në këto ligat evropiane dhe botërore, në mënyrë që këto garus të përfitojnë, edhe një luftë me fitu këtë i shumë e suksesshme, se edhe aty përfitojnë disa pikë, qofshin ato të vogla, për arsye që ti ta arrish apo të ngritesh në ranglistën evropiane dhe ti ik këtyre favoritëve. Sa është e rëndësishme edhe për sportistët e rinj mbledhja pikëve evropiane dhe renditja ndërkombëtare në këtë fazë të karrierës së tyre? Ajo është shumë e rëndësishme për shkak të asaj se mbledhja pikëve, domethënë ofron ato benefite siç e kam thënë edhe më herët, ofron për shembull pjesëmarrje në Grand Prixin evropian apo botror, ku në Grand Prixin domethënë hyjnë mbas series, seria 1, seria 2, ku marrin pjesë për shembull 32 sportistët më të mirë të Evropës, mos ne vjen finalja ku marrin pjesë 16 sportistët më të mirë të ranguarit në Evropë, po ashtu domethënë e rëndësinë kryesore ka edhe kjo për shkak të asaj se ju ik atyre favoritëve, domethënë ti me ato favoritët mundesh mu taku në gjysmëfinale, në çerek finale, gjysmëfinale dhe në finale. Sa ndoshta është edhe klubi u përfaqësua mes dy sportistëve në Zagreb? Si e bëni ju për zgjedhjen e garuesve për gara kaq të forta ndërkombëtare? Është e vështirë për juve si trajner të bëni për zgjedhjen? Po ja, nuk ishte shumë e vështirë në kuptimin pasi që kërkesa apo interesi për këtë lloj niveli do të hanë ashtu siç e kam thënë edhe më herët, nuk ishte shumë si më hanë interesuar tek ne pasi që kjo da shumë angazhim, da shumë disiplinë, dhe më hanë kam folë edhe ma herë, dhe më hanë këto 5 garus të cilit i kam pas në këto ligat evropiane e botërore, unë duhet i përshëndesim më hanë edhe me prindë dhe me këta se vërtet dhe më thanë kanë ba një punë fantastike, e cila vërtet da angazhim, dhe më hanë tu ishtë sikura e fjale e engleze që thot no excuse, dhe më hanë tu nuk ka pardon, dhe më hanë tu duhet bajt stërvitja, a bjen shi, a bjen bor, a ka tërmet, dhe më hanë një farë mënyrë është unë kuptimin si më hanë figurativ, dhe më hanë kjo ishtë diçka e cila duhet pa tjetër, dhe më hanë të respektohet orari timingu, të respektohet orari ushqimit, të respektohet dhe më thanë nutricionisti, përballet me psikologë, përbalja me garus kulminant, physical fitnessi, paraditje, trening, bramje, dhe më hanë të gjitha këto duhet përfshihen në atë programin kompleks dhe nuk ishte më hanë fare e lehtë dhe më hanë kjo edhe ka dhe kostën e vetë dhe më hanë këtu një lëndim që për shembull Riyadin momentale kemi pasat lënduar sa që edhe e ka pikpyetje dhe pjesëmarrjen në ligën botërore në Austri dhe veç mos pjesëmarrja ti neve na kushton minus 400 euro. Dhe më hanë aq e vlefshme dhe më hanë ishte kjo aq e vlefshme edhe aq e kushtueshme ishte Liga Evropiane botërore, sa që edhe një gisht më i vogël nëse ty të penalizon dhe më hanë neve si klub edhe si vend na kushton bajagi edhe nga ana financiare, por edhe nga ana mbledhja pikëve edhe konkurenca
për në kampionatin botror. Për atë arsye domethënë, unë kam thënë edhe më herët domethënë ligat evropiane dhe botrore domethënë janë diçka të cilat duhet me pas shumë kujdes edhe disiplinë shumë treptë. Tani me që na treguat që ju presin këto dy evente shumë të rëndësishme, Liga Botrore, Austria Open dhe kampionatin ndërkombëtar për fëmijët në Gjermani. Si po përgatiten sportistët? Sportistët janë aktiv, ne kemi fillu me grupën e parë dhe me grupën e dytë kemi fillu me 5 januar. Domethënë me një herë, domethënë pas një jave pushim me një herë në ishdash me startu me disa përgatitje bazike. Po ashtu kemi filluar edhe me grupën e dytë dhe me grupën e të vegjëlve, ajo grupë e cila është i përbërë prej 12 sportistëve të cilët punojnë maksimalisht në bashkëpunim edhe me prindërit, se vetëm me fëmijë nuk mund të punosh në këtë nivel, nëse nuk ke bashkëpunim me prindër, edhe për krahjen e prindërve, normal se kjo domethënë ashtu siç e kam thënë edhe më herë, domethënë jam mundu që me këto fëmijë domethënë stërvitja të jetë e përbashkët edhe nga ana e trenerit, por edhe nga ana e prindërve, mos të jetë domethënë me atë si më thënë praktikën siç e kemi pas gjithmonë pak a shumë le të shkojnë fëmijë në trening, nuk ka lidhje domethënë se çka bën atje thjesht le të shkojnë në trening 3 herë javë, le të dirësitet, paksa jo unë domethënë kam formuar një grup edhe më herët i kam pasformuar këto grupe dhe jam përsëri në formimin e një grupes tjetër për 12 për 10 deri në 12 sportistë ku ulem bisedojmë me prindë dhe kërkoj që edhe ata domethënë me nejt mrapa edhe me bashkëpunu me mu, edhe me këshilla, edhe me punë, edhe me mbajtjen e kilogramve, se një prej vështirësive më të shumta janë edhe kilogramt. I kemi zhvilluar të gjitha, si më hanë, para përgatitet, aq sa kemi pas në mundësi kushte deri me ditën e sotme dhe tani këtë vikend na pret 2 kompeticione shumë të rëndësishme, do të thënë Liga Botrore në Austri, ku marrin pjesë afër 1800 garus dhe kampionati internacional për fëmijë, një kampionat i cili domethënë për këtij kampionati domethënë shumica e sportistëve në botë, të cilët kanë emën, kanë dalë faktikisht në një këtij kampionatit, një ky është edhe me i rëndësishmi ndoshta. Ky është edhe kampionati ku edhe më herët Sara ka fituar vendin e parë, Enesi vendin e tretë, Arta, domethënë këto emra të cilët sot i njohim ne në të cilët janë edhe bursistë nga Ministria e Sportit, ku edhe ato domethënë bursë, domethënë edhe vetë Ministria e Sportit Malizi ka vlerësuar këto garus, të cilët edhe mbas rezultateve tyre kanë arritur të marrin bursa nga organi shtetëror i Ministrisë e Sportit. Dhe nga ky aktivitet domethënë kanë dalë edhe këto emra. Kështu që ne shpresojmë që do të kemi paraqitet mirë, tani rezultatit gjitha të, si më hanë, bitë gjitha qëndron edhe fati, domethënë. Ne duhet kemi, si më hanë, edhe fat, përveç asaj që duhet të japi maksimumin në stërvitje, mirë pa fundit ka njëherë ishte edhe fati, se sikur në kampionatin evropian për junior vërtet jemi përgatitur shumë, si me Enesin, si me Sare, mirë pa na ka kap një virus, allone si trener me virus kena shku, mi thanë drejten me Gjilpana, me injekcione kena shku ata me, si më hanë, me hapa, një farë mënyre, kena pëj që s'kena me mujt me bagja, se s'kena mujt mirë, pa kena qenë të lejmë rumën, kena qenë si më hanë, e ishtë dash me marrë pjesë dhe na ka shku bashkë kampionati më i rëndësishëm në komplet. Enesi dhe më hanë ka pas një sukses shumë të lartë, i cili ishtë i pari në ranglistën e Evropës dhe me qenë i pari në ranglistën e Evropës për një shtetit vogël, për një vendit vogël, dhe më hanë nuk ishtë diçka vogël. Mirë po që ka një herë din qëllon edhe fati që duhet pajtohesh edhe me fatin dhe që më hanë... Me rëndësi të punoni dhe mos të ndaleni. Me tregoni sa mbështetje merr klubi juaj edhe nga ana institucionale e komunitetit dhe qytetit tonë? Pa në bazë të asaj, në bazë të programit apo projektit të cilin e shpall komuna çdo vit, domethënë ne kemi kërku, domethënë bazë programit ton kemi kërku një mbështetje, ku ajo mbështetje dikon ishte respektu dikon rreth 30%. Kurse këtë pjesën tjetër domethënë jemi mundu që me sponsor edhe me disa bashkëvendas tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ja kemi arrit me plot vështirësi, duhet ta them sinqerisht, domethënë ja kemi arrit me plot vështirësi, domethënë pjesa financiare domethënë ishte diçka e cila ishte motori ta quaj kështu që i kësaj lëvizje. Dhe unë, si më hanë, si bashkë qytetari i këtij vendi, si një trajner me të përvojë pak a shumë,
kisha pas dëshirë që të bëj një apel edhe ndaj komunës Ulqinit, ndaj njerëzve të cilët udhëheqin komunën Ulqinit që të paktën këto sportistët të cilët janë në këtë nivel ti kemi pak a shumë parasysh në të kuptimin që ligat evropiane botërore nuk presin kur do të shpallim ne konkursin, kur do të hapim ne, kur do të kemi mundësi, domethënë ata janë ligat e cilët hudhen në atë kalendarin e aktiviteteve të Evropës dhe të botës dhe ti në qoftë se ke mundësi për të marrë pjesë, merr pjesë, në qoftë se nuk ke mundësi me marrë pjesë, nuk mundesh me marrë pjesë, në qoftë se nuk i respekton ato data, atëherë nuk mundesh me marrë pjesë dhe ato data domethënë janë data të cilat minimumi është një muaj ditë përpara të cilët duhen kryen dhe tani ti kur i kryen ato a keme pas mundësi ti mos një muaj të marrë pjesë apo nuk keme pas mundësi mos një muaj të marrë pjesë domethënë ajo është domethënë pjesë e jona, pjesë e fatit tonë, nëse e kemi fat me marr pjesë mirë se mirë, nëse nuk e kemi fat, ato të holla sinqerisht domethënë dorën zemër, ato të holla shkojnë, nuk kthehen mbrapa, edhe ato nuk janë të holla të vogla domethënë. Unë thash një lëndim i vogël i Riyadit i cili e ka psu ditëve të fundit për shembull, edhe kushton minus 400 euro që unë me 400 euro në një turnament internacional Sarajevo Open ose Beograd Open mund me çu 15-20 garus tjerë. Domethënë jo me fjala, po 15-20 garus me 400 euro mund me çu për shembull një turnament mirë, po kur janë pyetja këto ligat evropiane botërore, aq më tepër për shembull ku Sara Enesi kanë marrë pjesë në lojrat olimpike evropiane, që është histori për sportin e Ulqinit, aq më tepër që edhe kanë hyrë në magazinën e sportit në Komitetin Olimpik të Malizi, një organ cili është organi më i lartë i sportit në Maltezi. Atëherë unë si më hanë një farë mënyre kam kërkuar dhe baj apel në mirë kuptim për këto sportiste që pak a shumë t'i kenë parasysh për atë arsye që këto të mund të vazhdojnë aventurën e tyre, karrierën e tyre, për shkak të asaj se tani si mjet për shembull Enesi, Sara edhe Arta janë senior, nuk janë më domethënë junior, ata janë senior, edhe tani ata kanë një komplet një program tjetër, edhe nuk e di se sa kemi me mujt na mi respektu po thomi atë program se është program shumë i kushtueshëm. Në anën tjetër ndoshta po them tash nuk e di, ndoshta ne nuk kemi mësuar që këto lloj sporte të shtaquhen kështu artet marciale, ndoshta nuk kemi mësuar që këto me kushtu kaq shumë, ndoshta ku me ditë na mendom se vetëm futbolli duhet me kushtu tenisja, ku të diun e diçka tjetër, mirë po edhe ky nivel, ky sport olimpik ne e kemi cek edhe kush e din që taekwondo është sport olimpik, të gjitha sportet olimpike kushtojnë kanë kostun e vet. Unë kam pas përmend edhe atëherë më duket me ju kam qenë prezant më hanë edhe ajo që ishte me gjujt ato që i thomë në Astrellon, edhe ajo kushton shumë, edhe ajo pushka që ishte me gjujt, edhe ishte sport edhe pse duket se s'ka aty dhe një farë aktivitetit, pa dhe ku ishin pyetje ku ishte sporti i cili ishte në programin e lojrave olimpike, domethënë ajo ka kostun e vet madhe. Edhe kjo sportistët domethënë vetëm ajo lidhja e ndihmës parë me masazhe, me fizioterapeuta, vetëm për një garus neve ndoshta në vet na kushton 700 euro deri 1000 euro. E kur i keti 4-5 garus, megjithse ne jemi mundu veç mas mi bë ata si më hanë me ndihmën e familjarëve, a kupton njerëzve të afërt, a kupton shoqënia ku ta dione, në mënyrë që me mujt mi rujt si më hanë me kursy, në mënyrë që me mujt me marr pjesë sa më tepër nga gara. Unë dua ta them edhe një herë publikisht për të gjithë, jo vetëm për sportin e taekwondos, po për gjitha sportet të cilat janë nivel botëror, qofshin ato kolektive, qofshin ato individuale, e kanë kostën e vet. Domethënë kanë kostot të cilët vërtet domethënë ata garus të cilët mrrin në atë nivel domethënë do ishte mirë që ata garus domethënë tjejnë si domethënë ta ndjejnë edhe ato përkrahjen e vendit vet, qytetit vet, posaçërisht komunës Ulqinit, ku ta janë garus të cilët unë kam qenë vjet në 18 shtete, domethënë nuk ish pak me marr pjesë nga një vend i vogël në 18 shtete, ata janë garus të cilët i kanë pa shumicën dhe kanë pa se si funksionohet edhe si mirëmbahet sportisti, si mirëmbahet edhe sporti, edhe kur kthehen mos në që normal që nuk e kanë fakt një vullnet ta quaj kështu, edhe atëherë nëse na këto fëmijë, këto garus, këto sportista ja humbin vullnetin, atëherë si duhet të funksionoj, si duhet të punoj unë për shembull me ato sportiste të cilët pretendojnë nesër me arrit në lojrat olimpike. Amelia dhe Riyadi janë në programin e lojrave olimpike për të rinj, e cila zhvillohet 1 në 4 vite, si mjet do të mahet në Senegal, dhe presim që në bazë në qoftë se Amelia dhe Riyadi kanë me pas rezultate të ligave evropiane botërore, për atë arsye dhe janë të rëndësishme këto liga, dhe për atë arsye neve na duhet me marr pjesë, mirë po kosto e vërtet shumë e lartë, por do mundohemi në qoftë se nuk do kemi mundësinë dorën zemën e kam u dashmi ndërprej, por kjo ndërprejme domethënë vërtet domethënë nuk ka më qenë
shumë e mirë, nuk kanë qenë shumë e mirë për ne, pasi që domethënë ti ke punu, i ke nap vedit edhe në fundit nuk ke mundësi me marr pjesë. Po thomi në për këto gara, e në për këto gara duhet me marrë pjesë. Nuk ishtë kjo si kur garet internacionale, si që kemi për shembull Ulqini Open, Sarajevo Open, Tirana Open, Beograd Open, ata janë turnamente internacionale, cila e kanë rolin e vetë ata, mirë po ata janë turnamente të cilët nuk janë si me hanë fart obligueshme ti, në qoftë se ndjen veten mirë mundish me marrë pjesë, në qoftë se jo nuk ka problem se e shkapërcen. Mirë po në qoftë se na shkapërcem një ligë evropiane botërore, atëherë vetëm ne jemi në humbje. Nuk ishte dikush tjetër në humbje, po jemi ne në humbje. Tani, sa kemi me pas një mundësi, ne tani në fillim e kemi paksa këtë vështirësinë derisa nuk bëhet ajo, derisa nuk kryhen ato procedurat për financimin e klubeve sportive, por shpresoj që ndoshta me sponsor prindërit, ku ta diune, mas shumti ndoshta dhe prindërit, atëherë me mujt që të paktën njëherë këtë fillimin, sa me mujt këto fëmijë, masi që i kanë, këto sportistë, masi që i kanë zhvillu seanca stërvitore, mos të vinë punit e që kena ba 1 muj, 2 muj pregadit edhe mas 2 muj me thanë nuk mundën e me shku, do ishte shumë zhgënjyse, por në anë tjetër do me thanë ti ma me sportist nuk mundesh me për pare, se sportisti nuk duhet me ndjetë tanë këtë lodhje, tanë këtë angazhim, se nuk ishtë vetëm lodhje në pyte, do me thanë sa ishte ajo disciplina ditore. Ti do më hanë çdo ditë duhesh me pas kujdes me çka ushqehesh, do më hanë çdo ditë do më hanë. Aq më tepër mos ndonjë duhesh me pas kujdes se mëngjesin, drekën edhe darkën duhesh mi hangër të njëjtën kohë, nuk guxon me kalu shumë për shkak se metabolizmi i trupit e kërkon ashtu. Edhe teshti nëse e prish atë lloj ritmi, do më hanë faktikisht ti ke më qenë si sportist ai ose ajo që ke më humb. Mos hytesh në ato detale se janë detale shumë thella, të cilët duhet mi respektu një sportist dhe ne si klubi Taekwondo Sulqini, unë me këto sportistë kemi pas dëshirë dhe kemi hy në to detale, janë respektu sa janë respektu, ashtu si që kam thënë më herë, nuk e se janë respektu ndoshta 100%, sikur ti ishin respektu ndoshta 100%, ndoshta edhe vërtet do ta kishin në rezultat ndoshta edhe më të mirë, mirë pa janë respektu deri në një mas, deri në 70%, do të them për mentalitetin tonë, do të thënë ty në fëmijëve dhe prindërve, hallallu qoftë, inshallah si më hanë në të ardhmen kanë suksese edhe më të larta, po sigurisht në kategorinë senior, se seniori do të hanë është diçka do të hanë komplet tjetër. E gjithë kjo punë që kemi bërë deri tash, seniori da dhe një herë më tepër. Sa kemi me mujt na si Ulqin, si vend i vogël, sa kemi me mujt na për mi majt këtë lloj niveli kvaliteti, domethënë unë jam paksa këtu i rezervuar dhe mendoj se shumë pak kena mi pas shanset, por gjithsesi ne ju urojmë shumë suksese dhe duhet që ju të vazhdoni kështu dhe sukseset vinë pastaj. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe faleminderit që zgjodhët të jeni sot me neve. Faleminderit edhe juve.